panel i respektuar, ju përshëndes në emër të Ars Klubit Beqir Musliu. Veprimtaria letrare Shpallime pranvere na mlodhi sot në prurimin e librit më të ri poetik Mes gurësh përkunden ëndrat i autorit Nexhat Rexha, botuar nga shtëpia botuese Faikonica Prishtinë dhe i mbështetur nga komuna e Kamenicës në 70 vjetorin e lindjes së poetit. Ndonë se kemi të bëjmë me një emër tashmë të njohur në mesin dhe letrat tona, kam kënaqësinë, siç e do dhe rasti, të them disa fjalë për jetën dhe veprimtarinë e autorit. Nexhat Rexha u lind më 1 shkurt 1956 në Topanic, komuna e Dardanës. Shkollën fillore kriju në vendlindje, të mesme në Dardan, kurse fakultetin filologjik, gjuhë dhe letërsi shqipe në Shkup në vitin 1980. Në shtator të po këtij viti nis punën si profesor në gjimnazin Ismail Qemali të Kamenicës. Në mars të vitit 1990 u zgjodh kryetari i Forumit të Intelektualëve Shqiptar në Kamenicë. Me fillimin e proceseve demokratike, është angazhuar edhe në jetën politike në rrethanat e okupimit klasik të Serbisë në Kosovë. Në dhjetor 1990, zgjedhet antar i kryesisë së degës së Lidhjes së Demokratike të Kosovës në Kamenicë e në vitin 1992 deputet i Kuvendit të Kosovës nga komuna e Kamenicës. Në prill të vitit 1997 emërohet inspektor i arsimit komunal në Kamenicë, gjerë në vitin 1999. Në prill të vitit 2000 zgjedhet përgjegjës i arsimit komunal në Kamenicë, kurse në zgjedhjet e para komunale të po këtij viti zgjedhet zëvendës kryetari i komunës së Kamenicës. Në shkurtin e vitit 2003 emërohet drejtor i gjimnazit Ismail Qemali, inspektor i arsimit komunal në Kamenicë dhe më 2004 zgjedhet sërish deputet i Kuvendit të Kosovës. Në vitin 2009 i kthehet punës si profesor në gjimnazin e qytetit e në vitin 2011 zgjedhet drejtori i këtij gjimnazi. Nga viti 2015 vazhdon punën si profesor i gjuhës shqipe në gjimnazin Ismail Qemali, ku punoi deri në pension. Gjatë viteve të 90-ta ka udhëhequr dhe ka botuar revistën shkollore Editoria për disa numra me radhë. Është njëri ndër themeluesit e klubit letrar në Siti nga viti 1996. Aktualisht është kryetari i këtij klubi dhe kryeredaktor i revistës po me këtë emër. Ka botuar këto libra në poezi: Ndrydhja e pikës K më 2003, Unaz qiellore 2005, Dhepja kujtes 2008, Fluturojnë zogjt në kafaz 2014, Duke kërkuar hijen tënde 2019, Dalja prej anatemës 2021, Prangosje kohësh 2023. Në kritik letrare botoi Ligjërime për jetimesh 2006, Fjala ruan kujtimin 2010, Emra dhe vlera 2012, Shtjellimi i tekstit 2015, Vlerësime letrare në vitin 2016, Shfletime dhe kundrime letrare më 2018, Në hullin e shkrimit 2021, Në orbitën e leximit 2024. Me tregime botoi Syt e përgjimit më 2020. Në bashkë autorsi ka botuar Etje e pashuar, poezi të zgjedhura nga autor të Dardanës më 2010, Udhëtimi në rrugën e lirisë, kushtuar dëshmorit Ramadan Kastrati më 2021. Ëndra në shtegun e lirisë, dedikuar dëshmorit Aslan Thaçi më 2022. Ka këto vepra të përkthyera në gjuhë të huaja. Në mars të vitit 2009 paraqitet me poezitë e tij si bashkëautor në antologjinë poetike në gjuhën rumune Templul Kuvantului ose Tempulli i Fjalës në Bukuresht. Bine Kuvantareja Sekolelor ose Bekimi i Shekujve në Shqip në gjuhën rumune Bukuresht më 2009.
kuvite apo urat e fjalëve, një antologji e poezisë kontemporane rumuno-shqiptare më 2009. Santal Mel Skugorna, Bised me hijet, 2012, poezi me gjuhën suedeze. The Dialectics of Love, Dialektika e dashurisë, poezi shqip-anglisht në New York më 2018. Mariana Grigore dhe Nerqa Regja në bashkëautorësi votuan tajnele kuvantului apo fshëtësit e fjalëve rumonisht shqip në Bukuresht më 2021. Është përfaqësuar në libra të tjerë si antologjin poetike Jehona e shekujve nga Sokol Demaku në Suedi më 2010, antologjin Kursi e hapur nga Kristaq Shabani Tirani 2012, antologjin poetike Busulla e shpirtit nga Baki Imeri në Bukuresht më 2012, antologjin e poezisë për shpirtshme shqipe 1555 deri 2019 nga Antonik Berisha, Prishtinë 2020. Në vitin 2019, Ministria e Kulturës e Republikës së Kosovës e nderoi me çmimin vjetor për letërsi Ali Podrimja dhe jo më larg se vitin e kaluar, mori çmimin vjetor Pena e Artë nga komuna e Kamenicës. Ju ftoj të dëgjojmë një deklamim poetik nga Lindit Ramushi Dushku. Në mes gurësh për kundet ëndra, për një legjendë që e dëgjoj me vite, aty pranë lumit gjarpërues të shekujve në pagjumësi. Qyteti i vendlindjes time që kur ruan lashtësinë, me thesaret e pashkruara mbi tokën time. Qyteti i vendlindjes time ka kocka dhe mure të përjetësisë. Aty ruan themelet e padukshme në altarin ku flitet shqip. Pas luftës erdhën kërkimtar me libra në dorë, takuan në njerëz të vendlindjes sime, dhe asnjëri nuk e dinte se aty jemi ne. Varret tashmë janë zhdukur, arkeologët edhe më tej kërkojnë themelet e objektit me ritualet shqip. Dhe një mend aty janë themelet. Në Gradefc flenë reliktet tona. Aty shëndron galeria e fjetur dhe besnikrisht ruhen shekujt, bashkë me emrin e të parëve tani. Faleminderit. Për një përshëndetje rasti, kemi kënaqësinë të dëgjojmë zotin Afrim Dervishi, drejtor komunal i kulturës në komunën e Kamenicës. I dashur profesor Nejat, të nderuar përfaqësues të botës akademike dhe letrare, të nderuar të pranishëm, miq të mi. Është një privilegj dyfisht, por është një sfidë lloj të veçantë që sot kam fjalën para jush. Si drejtori i detyrisë për kulturë, rini dhe sport, jam këtu për të nderuar një figurë që është një kolonë e letrave tona shqipe. Si qytetar jam këtu për të nderuar atë që dikur na hapi dyert e botës së madhe të gjuhës dhe artit. Dikur në bankat e shkollës ne njihnim profin si pedagogu që nuk mjaftoi me shpjegimin e rregullave gramatikore, por na mësonte fuqinë e fjalës, ta ndjenim atë. Ai na mësoi se gjuha nuk është thjesht mjet komunikimi, por është shtëpia e qenies sonë. Nuk mund të flasësh për figurën e profit Nejat pa u kthyer pas në kohë në ato vite të vështira por krenare të viteve 90. Ne mësonim në për shkolla shtëpi, në mjedise ku mungonte nxehtësia rrezatimit të diellit, por ku nuk mungoi nxehtësia shpirtit të tij. Në atë kohë kur sistemi tentonte ta lënte në errësirë, profa ishte drita jonë. Ai punonte pa pagë, por me një përkushtim që nuk mund të blihej me asgjë. Ai ishte me ne duke qenë i bindur se po ndërtonte themelet e një shteti që po ndronim e sot po e gëzojmë.
Ishte pikërisht ky misionarizëm I tij, ky akt I pastër patriotik I zhveshur nga interesi material që na formsoi edhe neve. Ai nuk na dha vetëm një urim I gjuhën, por na dha modelin e njeriu që qëndron I palëkundur përballë stuhive. Sot suksesi I tij si shkrimtar dhe kritik është vazhdimësi e natyrshme e asaj sakrifice. Ai që dikur ruajti shkollën shqipe nëpër podrume, dhoma, shtëpish, sot lartëson kulturën tonë me veprat e tij të shkruara. Ai që dikur na korrigjonte hartimet me durimin prindror, është bërë vetë korrigjuesi I shijeve tona letrare dhe estetike. Si një nga shkrimtarët dhe kritikët e shuar, ai ka arritur të ndërtojë një urë të fortë mes traditës sonë letrare dhe modernitetit të kohës. Libri që po promovojmë sot përveç rrallitje vargjesh e faqesh është një akt kulturor, në këtë kohë kur shpesh mbi ngarkohemi me zhurma e sipërfaqshme, pena profesionale e profit vjen si një ftesë për reflektim të thellë. Kritika e tij nuk është thjesht gjykim, por është anatomia e shpirtit të librit. Kritika e tij nuk është thjesht gjykim, është ndërsa letërsia e tij është dëshmi e gjallë e identitetit tonë në lëvizje. Profa, ju atë që bët me ne në klasë për një kohë, për një jetë të tërë, po vazhdoni ta bëni me tërë shoqërinë përmes veprave tuaja. Ajo që bën më të veçantë figurën e profit për mua në detyrën e drejtorit të kulturës është gatishmëria e tij e parazerë për të qenë praner sa që pesha përgjegjësisë institucionale bëhet e rëndë. Prania e tij si këshilltar vullnetmir është një busull sigurie në rrugtimin tonë të përbashkët për t'i dhënë vendit tonë dinjitetin kulturor që e meriton. Si institucion I kulturës ne jemi të vetëdijshëm se qytetet nuk ndërtohen vetëm me infrastrukturë, sado që rëndësishme është ajo, por mbi të gjitha me memorie dhe vlera shpirtërore. Autorët si Profa janë arkitekt të mirëfillt të kësaj kështjellje kulturore që po lartësojmë dita ditës në komunën tonë, në shtetin tonë. Këto ditë, bota jonë kulturore dhe akademike u trondet edhe nga ikja fizike e akademikut Recep Çosi, kolosit tonë të mendimit dhe të fjalës. Kjo humbje na kujton se sa brisht është jeta, por sa përjetshme është vepra. Në këtë kontekst, promovimi I sotëm I librit të profit profesorit Bexhat Rexha merr një kuptim edhe më ekzistencial. Kur një pishtar shuhet syt tan kthehen nga ata që mbajnë gjallë dritën e mendimit kritik dhe krijimtarinë tonë. Profesori është njëri nga ata, nga ato roje të palëkundra të kësaj drite. Ju falenderit profesor që mbani zgjuar shisën e bukur dhe të vërtetës. Fati I madh për ne që ishim nxënësit tuaj dhe nder edhe më I madh që sot jemi bashkëpunëtar në rrugtimin tuaj krijues. Urime për librin dhe suksese të vazhdueshme. Faleminderit për fjalën zotit drejtor dhe ftojmë një deklamim nga Ylka Pireva. Kur më fshin lotin, ti që shtrëngon dorën, ke forcën e gurit. Kur më fshin lotin, je drita e syve. Kur më jep aromën e lulës, je frymarrja ime. Ti jeton melodinë e portretin e një dite që nuk mungon. Ti me tallaze, deti, anjen time dot nuk e ndalon. Me lirinë e zemrës, je ëndër që gjallëron. Faleminderit Ylka. Për librin do të na fol diçka më shumë zoti Nazmi Rahmani, shkrimtar e botues I librit.
Ju përshëndes të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë shënim të 2 përvjetorëve të autorit, pra të 40 vjetorit të krijimit ose të fillimit të krijimtarisë së këtij autori dhe të 70 vjetorit të lindjes. Të 2 këto përvjetor shënohen si rëndësi e veçantë në jetën dhe në punën e autorit në gjatë. Unë nuk do të flas shumë për librin për shkak se do të flasim të tjerë më me kompetencë. Unë dola më tepër të uroj autorit të 2 këto përvjetor të rëndësishëm, e sidomos përvjetorin e botimeve të para, pra të librave të parë, dhe të them se ky libër që po e promovojmë sot, me të cilës shënohen të 2 përvjetorët, është vëllim i përmbledhur, i zgjedhur nga 7 përmbledhjet e autorit të cilat kanë filluar të botohen para më së 20 vjetësh. Prandaj, ky vëllim ka rëndësi, jo vetëm si përkujtues i asaj që është krijuar dikur, sepse vëllimet e mëparshme, një pjesë e atyre vëllimeve të cilat janë votuar para më së 20 vjetësh tashmë nuk gjenden në duart e lexuesit. Dhe ky do ta plotësojnë në një farë mënyrë mungesën e tyre në duart e lexuesit, përveç në bibliotekat e shteteve të ndryshme. Me këtë rast, pra, I uroj autorit të 2 përvjetorët dhe ju përshëndes ju për pjesëmarrje në këtë shënim të rëndësishëm të 2 jubileve. Ju falenderoj. Me fjalën e tij paraqitet profesor Antoni Berisha, shkrimtar i studios letrar. Njerë e pyetën një burr sa vjet i ke, tha 60. Mas një 10 vjetësh e pyetën prapë sa vjet i bërë, tha 60. Po si do është e mundë, tha njerë flet burri. 60 edhe nuk e luaj. Dhe gjati e ka vendosur 60 aty të besë, mos shkoj më lart. Unë do të flas pak për librin, sepse pos tirash këtu kemi një cikël me një titull Etja fjalës. Dhe thot, ky titull vë para një, unë nuk e zgjasë, ta më mos më zgjidë, se ndërpres shpejt, në qofë se se të projë, shikoma. Ky titull vë para një kurije që ne na intereson gjithmonë, arti, etja e fjalës. Po si mund të jetë etja e fjalës? Mund të jetë etja e fjalës për arsye se njeriu nga fillimi i gjallëimit të tij, ekzistencës tij, që kemi këtë fjalë në ujë, ka pas nevojë për artin e fjalës. Nëse në një qasë secili për jush mendon se e ka parë domthonë një krijesë të vogël që të brisht, që sa ka filluar të kuptoj jetën, është marrë o me këngë, o është marrë me ndonjë lojë, me ndonjë ritëm, me ndonjë diçka që e ka pasuruar shpirtin. Poezia, ky libër që është në poezi, jashtë këtij konceptit kur farë vlerës ka. Mbetet si do të lotmoni vetëm një objekt i realitetit. Po është teksti që na bën të ndryshojmë me vetë. Por Adesi thot se cili poet e krijon poezinë për kënaqësinë e vet. Është tjetër punë në qoftë se kjo kënaqësi zgjohet edhe te tjetri, ose kjo kënaqësi e din edhe tjetri. Është një, unë shpesh që keq përdor këtë, një nga veprat më të lashta që është ruajtur pak më e plotë, sepse ajo nuk është këtë e plotë,
Epi Gilgameshit e shkruar një 4.000 vjet përpara, e shkruar 4.000 vjet përpara. Vargjet e fillimit të këngës 10 thonë ndaloje vajin e frenoje zemrimin. Dhe më thonë, jeta njeriu gjithmonë ka qenë një tundim. Dhe në këtë tundim ka qenë arti që e ka mbajtur. Dhe kjo jetja fjalës, kjo janë disa poezi që përshtojnë pikërisht fjalës, dëshmon se ne edhe kemi pasur nevojë, edhe kemi dhe të kemi edhe nesër. Arti është ai që e mban një libër. Dhe unë këtu do të analizoj një mendim të Koradesit. Koradesi, një nga poetët tanë më të mëdhenj. Ne nuk kemi shkrimtarin më të madh. Ne vetëm ata që nuk dinë çka është letërsia thotë ky është më i madh. Nuk ka më të madh, as në gjësi, as në letërsi. Ka nga më të mëdhenj. Koradesi nga ata. Ka më të mëdhenj. Edhe ai njeri e ka krijuar një poezi që është aktuale si atë ditë që ka shkruar, edhe sikur sot që ne i lexojmë. Ai thotë se nuk është përmbajtja ajo që ban një libër. Është mënyra se si thuhet ajo që thuhet në atë libër. Edhe këto poezitë e Nexhatit, këto cikli Eti e fjalës, dëshmojnë se jemi gjithmonë aty të arti. Dhe mos harroni se dhe unë edhe ne që mirë me këto farkunsh, thejme se kjo qenë nga diçka e reja. Ka pak se në treja. është puna vetëm e njancave, e gjërat të vogla që ne studojmë për temi dhe ato mesi. Një profesor imi i Universitetit Zagrebit, Zden Boshkrem, thoshte edhe për një shprehje, nëse një vepër është e veçantë ajo mbetet, vetëm për atë shprehje. Këtu te ky libër kemi disa vargje që bën shumë përshtypje. Unë nuk e kam ndërmend ta shqyroj se dhe punë e pa mirë, por po lexoj këtë mendim të Poradesit. Jo se Poradeci e tha për jetë parë, jo. Po Poradeci e tha në mënyrën e vetë. Se është një mendim i Lesingu që 1874-75, aty pari unë thot këtë mendim. Thot, sikur Zoti ta kishte të vërtetën në dorën e djathtë dhe të vërtetën e mundshme në dorën e majtë, thot unë isha përkullur dhe kisha marrë dorën e majtë, sepse e vërteta e mundshme për këtë mua. Letërsia ka të bëjë me këtë punë, me të vërtetën e mundshme, jo me të vërtetën e mirë. Tash profesor Fadili ka tozë nda një libër, aty këtë bëjmë me një natyrë tjetër punës, me shkencë, me saktësi. Aty mendimi është një, nëse në një fjali, në një tekst, kemi ma shumë se një mendim, ose mund zjeri ma shumë se një mendim, atëre ka në një fushë tjetër. Nuk është më letërsi. Por edhe se do të them. Pra, duhet jo fabula, po gjatë, fond. Një fond për mbajtje, sa e lartë, aqë dhe thellë dhe fort. Kjo përban bazën për fillimin një poezie. Të më thonë, një dashuri e ndjerë thellë, një dashuri për atë për njeri e tjerë, kushti dytë është kjo. Kësaj përmbajtje, të dish të japësh një formë të përsosur. Nuk ka përsosur në poezi. Shikoni, ka plot titull që i gjenë për gazeta, kështu thot libër i përsosur. Nuk ka libër përsosur. Sigur do të shkruante dikush një libër përsosur, ai tjetër që do të vinte pas tij nuk do të kishte arsye ta shkruante një libër pa përsosur. Secili libër e ka vlerën e vet, por i përsosur nuk është. As Fausti Goethes, për cilën ai ka punuar nga vitin nga mosha 18 vjeçare dhe nuk e ka mbaruar në moshën 84 vjeçare, nuk është i përsosur, është i pambaruar. Po kjo nuk në përngon ne ta qmojnë si një nga për veprat e letërsisë botërore. Pra, kësaj përbajtje të dish të japësh një formë të përsosur.
pa këtë formë të përsosur artistike, sa do e lartë dhe thellë dhe fort të jetë ndjenja, rezultati është zero. Kunst hajst formë, dhe më në arti është formë. Formë është. Në qo se këte nuk e dim, dhe këtu e kemi të në gjati, se tash në menon nëse këtu i muar një në gjërat. Këtë kjo është pasoj, ose rjedhoje e këtë një poezive, një 10 poezive që lidhen të jetja fjallës. Që lidhen fort mirë me se një cikër nuk e ban një libër, por një cikër jetë racit madhe një libri. Sukur se një poezi nuk e ban një cikër, por i e një loj rëndësie ati cikër. Kushti i tretë është kë. Kjo përmbajtje dhe formë që ke gjetur duhet të jepen nëpërmjet një stili të ri, original, të panjohur përpara. Dhe ky stil jep individualitetin e autorit. Në gjati synon që me të vërtet me këtë libër synon të dëshmoj pikërisht stilin e vet. Dikujt mund t'i pëlqejë, dikujt mund t'i pëlqejë. Por synon ta dëshmoj stilin e vet. Dhe kjo e ban të rëndësishëm këtë libër dhe e ban të rëndësishëm edhe punën e në gjatë si poetë. Këtë libër, naturisht, është vetëm një glitare, ose një derë, ku njeri futet, e pastaj do të shikoj majtas, drejta, po djatës, është punë e tij. Racia e këtij libri fillon ashtu edhe me vetë titullin. Është një titull i veçantë që ne na duket se ka mund tjetër dhe tjetër, më thjesht më ashtu, por është përcaktimi i autorit. Sigur për shembull te Frederik Reshpa ka një titull të librit Era për punë piklimin e luleve. Ky varg, ky titull, mand të futesh te poezia, te arti. Në qoftë se ne mendojmë për këtë art, për këtë varg, atëherë nuk do të mjaftojë as 10 minuta, as një orë, as një ditë. Është e pafund. Edhe kjo këtu, domethënë, me skurësh për kundër në ëndrat. Tu nuk është se kjo thotë se Antoni është i keq ose i poshtë. Sepse në qoftë se flitet kështu, atëherë s'kemi art. Kemi një mendim edhe këtë punë. Po këtu dve para një shumësi e mendimesh, dhe kjo është vlera kryesore e një libri. Edhe kjo është vlera kryesore e një poeti. Unë, me qenë se ky mbetet në 60, domethënë se kështu e kemi një farë marrëdhënie me të, se ne tjerëve na shmon pak si ma të vjetër dhe kështu në mosh, unë i dëshiroj që na dhurojë në libër tjetër, që të na bashkojë edhe kështu dhe të kalojmë në qast. Ju faleminderit. Faleminderit, profesor. Të dëgjojmë një deklamim poetik nga Liridon Mehmeti. Dita që më vjen, në këtë ditë erdhi e lumja dritë, që ka zgjidh e ka lidh nyje, bashkë me era në shteptim. Kjo ditë sa shumë dritë, në labirintin e vjetër, dhe vonesën e mshuar. Në qiellin e mbështjell, rënë shënjestër dhe në krismën, deri në prekjen e zemrës sime. Ti e ajër që frymon gjithkund, kalon në për arterjet e mia, dhe prap ikë në pakthen. Shikimet vibrojnë deri në thellësi deti, matin dhe i çmatin thellësit, vetëm për t'i prekur ata sy. Faleminderit. Është koha të dëgjojmë Arsim Halilin, poet e studiues letrar. Zonja Gjetrin, përshëndetje, mirë se keni ardhur në këtë program. Fjalën time e kam titulluar Frymëria poetike e një force të brendshme artistike.
Relacioni krijues prej 4 dekadave dhe autorit të 10 vepra në gjatë Rexhës, këtë vit jubilar paralexuesit sjell përmbledhjen poetike të titulluar Me zgurës përkundën ëndra. Kjo përmbledhje ndan në 6 cikle, si Fremarja, Dheu, Etje e Fjalës, Shkallërim ëndrash, Mote të dremitura, vlime dhe embjesh, agimet linden emnin tënë, jo vetëm në këtë vepër poetike, por gjithë këngëtarinë e tij, ai ka dëshmuar për kredibilitetin e tij prej shkrimtari serioz dhe produktiv. Dhe të themi se përmbledhje poetike të cilën po e përorojmë sot, janë vargje të cilat determinojnë evoluimin e tij përballë asaj që shpërfaqet me tonalitete kontrastive. Poetin e gjatë Rexha nga fillimi deri në fund të realizimit të kësaj përmbledhje rreshtohet në anën së drejtës, nuk parcializon atë, por gjithnjë këtë nocion, qoftë individual apo kolektiv, të tij, si i tillë pa u hamendsuar, sjell diskurs poetik të qëndrueshëm. Tani që po jetojmë në realitetin postmodern, duket se njeriu i kësaj kohe synon të gjithë forcat e vetë realizimit dhe afirmimit individual, synon zotrimin e tij mjedisit shoqëror kozmik përmes vetvetes. Të tilla tronditje të universit që përthyen përmes 9 muzave inspiruese të njohura në mitologji, duket se në për to ka kohë që shpjegojnë vetë autorin e gjatë Rexha. Derisa lexojmë poezinë e në gjatë Rexhës nga cikli në cikël, mund të pohojmë lirshëm se lëshmëria figurative e vargjeve me raste edhe konvertohet në kulte universale. Gjatë gjithë leximit të kësaj përmbledhje poetike mund të themi se diskursi simbolik krijon shtratin ku përthyet unë lirik i formave dhe trajteve të ndryshme. Për shembull, në poezinë, rreshtimet e kohët hanë fjalën para sa ajo të hajë vetveten. Kur ndryshën kohët, qielli kafshon mjekullat në ikje, fremalet lidhen yjet. Pra, me një fjalë mund të themi se shenja në poezinë e në gjatë Rexhës vendos nivele intrastive dhe autonome brenda spektrit të gjerë të interpretimeve. Pra, një rrjedhë dhe forca suggestive e poezisë. Në lexim të parë, poezia e këtij libri vjen e butë, fine, thuajse të huazuar nga shpërsia gjithandej në mjediset si shprehta në vargjet. Ai dhe ata hyrë në thellë në butësinë në zgrimcave të ëndrras dhe lindjes zjellore. Por jo gjithë poeti ruan këtë gjendje të unit lirik. Ai pa pritur anashkalon si të tillë këtë gjendje, deri diku amorte dhe domosdoshmëri përplasje. Ky ndryrim i papritur mes teknikës së unit lirik shpërfaq dinamikën e preokupimit me gjithatë treguat i kujdesshëm në përendjet e fillit të vargjeve për një fat gjithsesi vuan gjithë për dëshmërinë e vet. Nuk duhet të harrojmë një gjë, se gjatë leximit të vargjeve poeti Rexha bën zhveshje nga mjekulla semantike, edhe pse dukuria e transformimit të pronësisë së sistematizimit janë të pashmangshme në poezi. Në këtë rast edhe të poeti Rexha, simbolika e kohës gjendet me sjella e shkrirë brenda gjithë strukturës së 6 cikleve të kësaj përmbledhje. Derisa lexojmë përmbledhjen, kuptojmë se fjalën poetike e derivojnë topos shumë gjërësh, po aq edhe kompleks, si në përkohë ikjesh, vijnë bubullima, ikjet braktisën stinë të akull, kur mungon durimi pritit, koha dy luftim, pa e ndale, pa e ruajtur ngjyrat e rënë. Këto koha e rriton shikimin në gotën e zbrazur e tjerë. Një element tjetër, domethënës, në vargun e poetit pa dyshim është rikrimi në antikitetin e lartë, gjithsesi në simbolikën mitologjike që krijohet një farforme relacion virtual antik postmodern, ku në këtë rast nuk mungojnë figurat. Si muza vjen nga fshërtimet në melodinë e Orfeut dhe dashurinë qëmshtore të Rozafës, rastësisht e kam prekur plakën e Zeusit. Megjithatë potencojmë se aktualiteti social padyshim se gëvish membranën e ndjeshmërisë poetike të autorit Rexha.
Dhe në këtë përmbledhje poetike duke realizuar imazhet e qarta suggestionuese, të cilat domosdoshmë konvertohen në figura dhe kohë dhe hapësirë që krijohen edhe arketipe të domosdoshme. Poezia e Xhatrezës të lexuesi vjen si forcë brendshme e plotë, ndosë me raste duket e shkurt strukturalisht, por ajo është e rëndësishme e pasur me elemente shprese e filtruar në labirintet e vetdijes, ku atë rishi figurative të kumte poetike, qoftë të tekstit apo nën tekstet, bën përzgjedhje pa u sforcuar, natyrisht me raste edhe duke i dhënë edhe ngjyrime intimes. Jo rastisht edhe poetisht përfaqet ky orkestrim jazzësh. Ritmikisht i harmonizuar, gjë që më së miri mund të lexohet në vargjet e poezive të ciklit të fundit, Agimet linden në emrin tënë. Pra, krejt në fund në përmbyllje të punimit dua të shtoj se poezia e Xhatrezës ka një dimension universal të hetueshëm me elemente mikrokozmike, po aq reale toksore, por që rezultojnë se janë në tonën e kohëve apolitike nëse mund të shprehemi figurativisht. Këto tablo poetike të autori Regja i shkërmoq si tablo realitetesh, duke zhvarrosur të kaluarën, ku akti i krijimit fiton një frymëre të lehtësuar, tani më të përdorur në sfondin poetik si diçka figurative. Autorit Regja i urojmë edhe shumë vepra tjera natyrisht dhe gjatësi. Të dëgjojmë sërish Lindit Ramushi Dushkun me një deklamim poetik. Ti vjen si puhiza mbi valet e detit. Krejt lehtas në majet gishtave hyrën në shtratin ku ëndrat ngarendin për ty. S'ka nevojë të kesh mbulesën kur mbulohesh me ersimin tim. Ti vjen si puhiza mbi valet e detit me fletët krizantem. Mbi kurrizin tim djersët rëshasin me puthjet e pambërin. Bashkë do të ngrem lumturin, skofjare pas stinës me shi. Katrin Berisha do të na lexojë disa fragmente nga vështrimi i Timo Merkurit, shkrimtar, poet dhe publicist nga Saranda. Përshëndetje për të gjithë. Autori i shkrimit që do të lexoj unë është studiuesi shkrimtari nga Saranda, zotri Timo Merkuri, por për shkak të gjendjes shëndetësore jo të mirë të tij, që nuk ka mundur të jetë i pranishëm në mesin tonë, unë e mora për detyrë ta lexoj këtë shkrim. Gjithashtu shkrimi është mjaft i gjatë, mirë po unë po e lexoj vetëm një pjesë të tij, meqense këto ditë do të botohet edhe në revista si dhe në portalet tona elektronike. Ku përkunden ëndrat. Për vëllimin më të ri poetik të Nejat Regjës, me zgurësh përkunden ëndrat, edituar nga shtëpia botuese Faekonisa Prishtinë 2026. Vëllimi poetik me zgurësh përkunden ëndrat i Nejat Regjës ngrihet si një arkitekturë e brendshme me 4 shtylla që e mbajnë në ekuilibër gurin, ëndrën, adleun dhe dashurinë. Përmes tyre do ta lexojmë poezinë sepse ato nuk janë thjesht tema që përsëriten në vargje, por forca që strukturojnë mendimin dhe ndjesinë. Secila ka peshën dhe dritën e vet dhe së bashku krijojnë një hapësirë ku njeriu përballet me historinë, me përkatësinë, me brishtësinë dhe me qëndresën e tij. Guri, poezia, nuk është trup i ftohtë. Ai merr frymë, ai bart kohë, kujtesë dhe heshtje shekujsh. Në të është ngurtësuar historia, por jo deri në vdekje. Ai ruan jehon dhe gjurmë në dhimbjeje, guri bëhet dëshmitar i qëndrueshmërisë dhe i plagës njëherësh. Ai nuk shtyp me peshën e tij, por ai provon. Edhe në këtë provë fiton shpirtërimi, sepse përmes tij flet koha dhe përmes kohës flet njeriu. Në këtë terren lëviz ëndra. Ajo nuk vjen si iluzion i lehtë, por si akt qëndrese. Nuk e mohon gurin dhe nuk e shkatron. Ajo përkundet mes tij. Në këtë përkundje fshihet një filozofi e heshtur e ekzistencës. Njeriu jeton midis rëndesës dhe shpresës.
Ëndra është forcë në trajtën e saj më të brisht, ajo nuk shpall veten me zë të lartë, por mbetet e pashuar. Është lëvizje e heshtur e brendshme që e mbron shpirtin nga ngurtësimi. Mbi këtë marrëdhënie ngrihet Adeu, jo sigur edhe të bashkuar, por si hapësirë e ndërgjegjes. Ai përbëhet nga kujtesa, nga gjuha, nga dashuria e heshtur që rrënjoset thellë në shpirt. Adeu nuk është deklamim retorik, është frymarrje e brendshme, përgjithësi dhe përkatësi. Dhe natyrshëm në qendër të kësaj arkitekture qëndron dashuria, jo si ndjenje përkohshme, por si forcë ekzistenciale që i mban të gjithë në lëvizje. Ajo jep gurit kuptim, ëndrës qëndrueshmëri dhe Adeut thellësi. Nuk e fshin dhembjen e tyre, por e ndriçon. Këto 4 shtylla nuk janë shtylla që e mbajnë botën qiellore, ato e mbajnë qiellin e poetikës së Nejat Rexhës. Një qiell të mbuluar me dritësim yjesh poezie, ku dhe mes gurëve shkëlqen ende horizonti i shpresës. Titulli si metafizik e qendresës. Titulli mes gurësh përkunden ëndrat i vëllimit të Nejat Rexhës nuk është një figurë e rastësishme poetike, as një metaforë e zgjedhur për efekt tingëllimi. Ai mban një formulë të përqendruar të përvojës historike, shpirtërore dhe ekzistenciale që libri artikulon në tërësinë e vet. Në këtë sintagm përplasen dhe njëkohësisht pajtohen 2 realitete që duken të papajtueshme, guri dhe ëndra. Njëri simbolizon peshën, sedimentin e kohës, kujtesën e ngurtësuar, tjetra lëvizjen, brishtësinë, hapjen drejt së ardhmes. Midis tyre vendoset një folje e butë përkunden, e cila nuk shpall konflikt të drejt për drejt, por një gjendje tensioni të vazhdueshëm. Një ekuilibër të brisht mes qendresës dhe shpresës. Ky titull nuk është vetëm emërtim, ai është tezë poetike. Në një lexim teorik, kjo poetik mund të vendoset në horizontin e modernizmit ekzistencial, ku subjekti përballet me kohën si krizë dhe me qenien si përgjithësi. Koncepti i qenies së botës së Heideggerit, absurdit dhe zgjedhjes morale të Camus, apo vetëdia e izolimit ekzistencial të Sartrit, gjen një honë në tensionin mes gurit, kohës dhe ëndrës. Poeti e përjeton realitetin jo si dekor, por si provë të ekzistencës. Te ky libër, dashuria dhe ëndra janë boshti që mban ekuilibrin mes gurit dhe qiellit, mes historisë dhe shpresës, mes plagës e dritës. Dhe pikërisht në këtë tension, poezia e Nejat Rexhës fiton thellësinë e saj njerëzore. Ajo e njeh errësirën, por zgjedh të mbajë ndezur grimcën e diellit brenda saj. Në fund të këtij udhëtimi letrar, mbetet ndjesia se poezia e Nejat Rexhës nuk mbaron në faqen e fundit, por vazhdon të përkundet në mendjen e lexuesit si një jehon që nuk shuhet. Guret e historisë mbeten aty, të rënd, të heshtur, të paleveshëm, por mes tyre përkundet ende ëndra, si një frymë që nuk pranon të ngurcohet, por të rritet si një foshnjë. Koha në këtë vëllëm nuk është vetëm gërryerje, është provë. Plaga nuk është vetëm dhimbje, është kujtesë e gjallë. Errësira nuk është fund, por është sfond ku drita bëhet më e dukshme, dhe njeriu i vendosur mes gurit dhe qiellit, mes barës dhe shpresës, nuk del i thyer, por i formuar. Mes gurësh përkunden ëndrat, mbetet dëshmi se fjala poetike mund të jetë njëkohësisht kujtesë dhe horizont, barë dhe dritë, plagë dhe shpresë. Ëndrat nuk rrëzohen dhe kur përvëlohet, ajo përkundet. Dhe në këtë përkundje të vazhdueshme qëndron forca më e madhe e këtij libri. Aftësia për ta kthyer peshën në kujtim, kohën në ndërgjegje dhe dhimbje në dritë të brendshme. Sarand, 2026. Faleminderit Katrin që me leximin tënd bëre të pranishëm Timo Merkurin tjetë mes nesh. Të nderuar, më lejoni të shtoj edhe diçka. Shpesh herë mësojemi aq shumë me pranimin e dikut sa na duket e pashmangshme, e pandar, pjesë e asaj tanësie, por çfarëdo që të jetë fjala. E kam parë Nejat Rexhën të jetë i pranishëm dhe mbështetës i pakursyeshëm në ditët më të vështira të Ars Klubit, krahas Sabit Rustemit, me përvojën e tij si aktivist i palodhur, kulturën letrare, virtytet si njeri, atëherë kur pak kush besonte në lullëzimin që gëzon sot ky klub. Dua të them se
Përveç krejt sa u thanë më lartë, jemi këtu për t'i treguar se e çmojmë dhe e vlerësojmë që nga nismat e para të aktiviteteve të Art Klubit, antar kryesie i së cilës është edhe vetë. Urojmë edhe shumë vite jetë dhe krijimtari. Fjala për ju, Zoti më gjatë. Përshëndetje, më Erlin, po që kanë thonë bre? Po, mund me një fjalë t'i përmbjellim të gjitha ato. Faleminderit që keni nda kohë, keni ardhur një ditë për ta bërë ndryshe. Një ditë që në kujtesën tonë i vend disa shenja që nuk i shtyn jeta. Po kënë ta falenderoj përpara, po të gjithë, se të gjithë jeni adhurues të librit, të gjithë jeni miq të mirë, të gjithë e doni këtë vend dhe kur e dojmë vendin bashkarisht jemi bashkë. Unë po falenderoj shtëpinë botuese Fajkonisë, zotin Nazmi Ramoni, edhe për fjalën e tij, edhe që është i pranishëm, edhe për ndihmën, për kontributin, sepse në Gjelane kemi bashkë me profin Anton, mikë shtëpisë sonë, këti vendi dhe takimet letrare i japin një shije dhe një ngjyrë pak më të kapshme për ditët tonë. Profit Anton ja kom bo pak do të lashe, po që shto shkon me njerë që shifesh pak ma shpesh, pa si të lashe në vonë, dhe i faleminderit praf për mundin shumë njerëzor. Me sabicin që shtu rapatimi tani herë nalt, herë poshtë, herë pajtomi, herë spajtomi, po që shtu është jeta me mes duesh dhe prosh kështu. Si me të gjithë të tjerët, të mos të harrojnë do një emër tjetër. Po kom një dilemë, drejtori arsimit për ditë cili hërtë bre, a kush nga solli drejtorin arsimit profesoresha Arlinda, apo Ylka. Dikush po, faleminderit. Faleminderit drejtori kulturës Afrem për fjallën tuaj. Me arsimin që shto i brojnë fjallë ka një herë, unë ja boj qefin ati, apo në me kështë të rrallë. Kaltrin shumë faleminderit që në asove fjallin e Timo Merkurit këtu. Po dhe interpretimet e japin një shije dhe një ngjyrë tjetër, faleminderit Lindit, Ylka, Lirit Don dhe të tjerët. Dhe gjithë jo që keni ndarë kohën për këtë ditë të librit tim, të librit tuaj, të librit që ende nuk është shkruar, por që do të shkruat. Po e kom një dilemë, këtu i kom një 2 meq pak mi marrë për gojë, jo për tjetër, s'pedia Shefqet i brani e solli Aslanin këto, po Aslani këtu nuk pedi. Aslanin e kisha në zënës, Shefqetin e kemi një përkujtus të ditëve të Ardanës e kështu më rallë. Kështu që nuk kom qka të shtoj tjetër, sepse njeri ju kur merë kështu fjallë, është e pa mundshme pa harru diçka. Albinin e kom harrua, harroj për herë Albinin, dhe atë edhe në 65 vjetore kom harru, përbesë edhe sot që të shkru me kom, po mirë që pasohi dikosh e Albinin se prapë kisha harru me thonë faleminderit. Edhe një herë, i faleminderit shumë, e keni bërë një ditë pak më ndryshe për mu, njeri ju ndjehet mirë kur është mesin e meqe. Respekt dhe mirë pafshëm edhe në takime dhe vepra. Ne shtektojmë me një jetime të hirë plota derisa të prekim me trukitje zemrën. Me këtë pjesë të një poezie nga autori, po e përmbyllim sot këtë manifestim të bukur e të bujshëm letrar. Faleminderit të gjithëve për pranim.
Korinacën ka haru poeti, do ta manituf unë me lule. Një për poeti. Ju lusim për një fotografi të përbashkët e shkallët e